Në qytetin e Progradecit u zhvillua një takim i rëndësishëm në kuadër të grantit të akorduar nga Agjencia Franceze e Zhvillimit, me fokus në hartimin e masterplanit të turizmit për rajonin e Korçës. Në këtë takim morën pjesë zonja Mirela Mata, udhëheqëse e misionit strategjik dhe operacional të AFD-s për Shqipëri dhe Kosovë, zoti Romain Disaux, shef projekti pranë zyrave qendrore të AFD-s, si dhe zoti Sebastian Kereau, përfaqësues i zyrës së AFD në Tiranë. Qëllimi i takimit ishte njohja me projektin që do të realizohet përmes grantit të akorduar dhe diskutimi mbi mënyrat më të mira të implementimit të tij. U prezantua situata aktuale e sektorit të turizmit në Progradec, si dhe politikat, projektet dhe nevojat prioritare për zhvillimin e këtij sektori, me qëllim që investimi të jetë sa më efektiv dhe në përputhje me nevojat lokale. Pasi u prezantuan fushat e financimit të parashikuara nga projekti, kryesisht në infrastrukturën turistike, Bashkia e Progradecit njoftoi se është në proces përgatitjeje të disa projekteve konkrete, me të cilat do të aplikojë për financim pranë Agjencisë Franceze të Zhvillimit. Ky bashkëpunim pritet të ketë një ndikim të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit në rajonin e Korçës dhe në përmirësimin e infrastrukturës që mbështet këtë sektor jetik për ekonominë lokale.